Ashtu si çdo herë dhe kësaj radhe mërgata kërçovare po mobilizohet fuqishëm për të kthyer në vendlindje nga Europa e Amerika dhe për të marrë pjesë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen ditën e diel. Ky unifikim i diasporës pritet të sjellë entuziazëm edhe në Kërçovë, me shpresën se shqiptarët do të tejkalojnë edhe këtë sfidë vendimtare dhe se Uskana e Lash do të vazhdojë të frymojë Shqip. Nga Zvicra, Vullnet Iljazi nga Këshilli Organizativ për Televizionin Uskana dha më shumë detaje rreth organizimit të mërgatës dhe angazhimit të saj për pjesëmarrje sa më masive në votime. Ai pati edhe një mesazh për kërçovarët në vendlindje. Sa i takon mobilizimit në Zvicër, unë s'kom që fol për shkak se shifrat përgjigjen vetë. Ne kemi arrit deri në mbrëmje të regjistrojmë 2332 persona të cilët janë përgjigj kësaj thirrje ose janë në vendlindje ose udhtojnë me makina, me aeroplana. Këtu kemi edhe 456 deri tani të regjistruar që presin edhe ata të udhtojnë. Dhe kjo është një dëshmi e punës tonë të palodhshme, ku këtu duhet faleminderoj edhe ekipin që kam pas këtu që janë djem të mrekullueshëm, të palodhshëm dhe kanë qenë 100% të angazhuar. Duhet faleminderoj edhe shoqatat e Kërçovës që janë bashkangjit kësaj thirrje, grupimeve të tjera, xhamin e Kërçovës, që na ka mundsuar këtu të bëjmë zyrat, na ka lënë hapësirat për këtë lloj aktiviteti ose për të thonë më mirë për këtë lloj mobilizimi. Ne jemi mundu të imi në koordinim, edhe me qendrat në Austri, në Gjermani, në Itali, për të arrit një shifër mbi 5.000 persona. Për shkak se kjo është shifra e mërgjimtarëve që duhet të imi në Kërçovë më dyshin në qendrat e votimit. Dhe unë bëj apel çdo mërgjimtari që më dyshin të munohet të jetë në qendrën e votimit, që Kërçova të frymojnë Shqip. Edhe ajo nana shqiptare, që është në Zajas, ka 9.000 vjetë që lind bite vetë. Edhe ne, bite asaj, duhet të imi aty në Kërçovë. Do t'i përgjigjemi asaj thirrje, do t'i përgjigjemi atit apeli. Aktivisti i hershëm Recep Bajrami, i cili para 2 ditësh ka ardhur në vendlindje, dhe Munir Mekdiu, pronari i televizionit Uskana dhe aktivisti i njohur nga diaspora, i cili që nga raundi i parë i zgjedhjeve ndodhet në vendlindje, theksuan se mobilizimi aktual u kujton zgjedhjet e vitit 2013, kur Kërçova pas disa dekadash pa drejtësi, kur pakica qeveriste mbi shumicën, arriti një fitore historike duke rikthyer drejtësinë e mohuar për gati një shekull. Unë për Zvicër kom ardhur partje mas dreke. Isha në Zvicër aty, u takova me kërçovar, kryesisht mërgjimtarët tonë, në 2 takime. Një takim u mbajnë një qytet të vogël, tjetri u mbajnë në Bazil, në xhamin e kërçovarëve atje. Si për herë, edhe kësaj radhe, kërçovarët të gatshëm, entuziast dhe shumë të emocionu për këto zgjedhje që bëhen në Kërçovë, të cilat ne i definuam si zgjedhje etnike, jo zgjedhje politike. Ne do të votojmë për Kërçovën, se Kërçova u takon kërçovarëve, të qeveriset, pra të vazhdojnë qeverisja e Kërçovës nga kërçovarët, edhe ata sigurisht thash edhe njërë thonë, me entuziazëm dhe pa kur një farë vërejtje, që të gjithë shprehen nga dishmërinë e atyre që ditën e shtunë do të kemi këtu besoj me një numër të mjaftueshëm. Unë u thash atje, pra në vendin aty ku ata janë, sot ju them këtu nga Kërçova, se ku e kanë Kërçovën mas këtu, e shohim që të gjithë. Kërçova i pret me zemër të hapur edhe me shpirt kërçovarët e vetë, i pret bitë dhe bijat e veta që të vinë e t'i tregojnë botës se kërçovarët nuk janë rastësisht ata që kanë qenë deri tani, por kërçovarët janë të lindur, janë epik në këtë drejtim, prandaj unë i ftoj që të gjithë se që këtu ku jemon të vinë edhe ata të votojnë edhe të dalin të shëtitën në këta bukurinë natyrore që ka Kërçova. Jam shumë i bindur për këtë se të diellën do të marshojnë dhe do të vërshojnë kërçovarët Kërçovën, do të mbushet Kërçova sërish. Shumë jam i bindur për këtë. Prandaj i ftoj edhe një herë, mirë se të vini, ne ju presim, unë jam këtu, do t'ju pres ashtu si më pritet ju në Zvicër, unë do t'ju pres në Kërçovë. Mirë se të vini edhe të vini që të gjithë.
Po, sipas situatës edhe rrethanave, informacioneve që vijnë edhe që kemi nga diaspora, edhe janë lajme shumë të mira, janë lajme shumë pozitive që edhe kësaj radhe diaspora është tepër e mobilizuar, janë tepër të organizuar. Edhe aktivistët e mëparshëm janë aktivizuar, edhe këta të rinjt, edhe me të vërtet ka shumë një vullnet të madh që të kthejnë në atë vitin 2013, sikur duket se kësaj radhe do t'ja kalojnë edhe ardha e mërgjimtarëve, edhe atmosfera 2013 do t'ja kalojnë një përshtypje ashtu kemi sipas informacioneve që vinë nga Zvicra, nga Gjermania, nga Italia dhe nga Amerika. Shpresojmë se do të vinë shnoshe mirë, pritet të premten, të shtunën, do të kemi me të vërtet një atmosferë për 48 orë, Kërçova do të duket krejt ndryshe. Ove belli.